çdo mbrëmje dhe shumë prej të cilave janë të pamirëseardhura në aspektin e përmbajtësor nga shumica qeverisë, por kjo s'ka asnjë lloj problemi. Futet në gjuhën tipike të një politike të vjetër të dasisë dhe të urrejtjes, duke i përshkruar gjykatësit e Republikës Shqipërisë. Në fakt aty janë një dorë njerëzish që i shkruajnë dhe i bëjnë këto se si janë absolutisht të gjithë gjyqtarët, kështu që por ata që marrin përsimet flasin në emër të gjyqtarëve, si fushat e imja e kreut Këshillit Ministrave. Tani besoj që të gjithë e dinë se çfarë është një fushat dhe çfarë është një fushat kur e udhëheq unë së bashku me gjithë shokët dhe shoqjet e armëve të Partisë Socialiste. Një uragan që merr përpara, këtë i dali përpara, kur është fjala për një betejë politike. Po kjo nuk është një betejë politike, ne nuk jemi në asnjë fushat dhe nuk kemi asnjë qëllim të bëjmë fushat kundër gjykatësve. Dhe të vetë vendosurit në pozicion e viktimës, ndërkohë që ajo që kjo shoqat po kërkon është absolutisht unikale në historinë e Europës, nuk e bën më të lehtë pozicionin e gjykatësve. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike, regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju, siç bëjnë plot, luftën me etiketime, me sharje, me fyrje, me vendosje të kundërshtarit në pozita që nuk janë absolutisht të lidhura me argumentin, por me etiketimin. Tymnaj populiste e krijuar dhe e shpërndar me qëllim linçimin e gjyqtarëve. Dini çfarë është linçimi? Linçimi, mund t'ja u them unë sepse unë e kam provuar linçimin. Linçimi është diçka krejt tjetër. Nuk ka lidhje fare me një qëndrim publik ku as nuk është përmendur njeri me emër, as nuk është fyer dhe etiketuar njeri, por është ngritur një problem i madh dhe serioz. Ju zotëri kërkoni 37 milion euro plus nga buxheti i shtetit për t'i rritur vetes tuaj pagat. Kjo është e vërteta që nuk e luan topi. Dhe që ta dinë shqiptarët se çfarë kërkoni ju dhe për çfarë jemi ne në gjyq me ju në gjykatën kushtetuese, shqiptarët duhet dinë që ju kërkoni që për gjykatarin e shkallës parë paga të shkojë nga 3.360 euro në 5.300 euro. Ju kërkoni që për gjyqtarin e apelit paga të shkojë nga 3.480 euro, që është sot aktualisht 3.480 euro, në 5.500 euro. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkoj 5.800 euro. Dhe ju kërkoni që pagat e prokurorëve të Spakut, të cilët edhe herë tjetër për Spakun e veçoj sepse nuk i është bashkuar dhe respekte.